Pas zbulimit të datës që Big Brother VIP Kosova 4 do të nisë të hënën e 17 nëntori, vetë producentja Olca Muhameti dhe prezantuesi kryesor Alodin Hamiti kanë provokuar me disa shkallë. Kjo do thotë që shtëpia e re e Big Brotherit do jetë 2 kace, a më shumë kjo nuk dihet, por që shkallët i pam në postimin që nxorën të dy, kjo duke treguar këtë risi që do të ketë shtëpia, do të jetë interesante për çka do të shërben këto shkalla, do të jetë dhoma e gjumit, a do të jetë një ambient ku banorët do të bëjnë diçka ndryshe nga edicionet që ne kemi parë, apo do të jetë një gjë që nuk është parë ende. Interesante është për sa kohë u deshën shumë muaj për të shndërruar shtëpinë e Big Brotherit dhe në ato pak pamje që kanë dalë në rrjetet sociale, se në të kundërtën produksioni ka mbajtur shumë sekrete dhe stafi ka mbajtur shumë sekrete, nuk nxjerrin asnjë fjalë, deri diku i kuptoj dhe i mirë kuptoj, por nga ajo video që komentova dhe dje shikohet një lloj tualeti roz, një vaskë zezë, pra duket që ka ndërtim dhe ka materiale dhe ka një lloj komoditeti në një shtëpi që duket luksoze për VIP-at, që ka një lloj mendimi që janë mësuar me luks, por kur flasim për persona që nuk janë të njohur, që ironikisht përfliten në publik që i njeh vetëm familja dhe bëhen pjesë e një formati si Big Brother, sigurisht që do t'i shërbej për lojën e tyre, një lloj atmosfere, një shtëpi me shumë ngjyra, me shumë dritë, me shumë ambiente të reja, është një lloj impulsi për të ndikuar dhe në një lloj loje ku truri do të marrë impulse të bukura, besoj pozitive nga ambientet e reja. Interesante do të jetë, shikojmë se kush do të jenë yjet e këtij edicioni, se kush do të bëhet fenomen, historitë e dashurisë që do krijohen, apo edhe histori armiqësi që do të ketë në atë shtëpi, kush do godasi kë, aleancat e shumë, besoj do të jemi këtu duke i komentuar çdo ditë e më shumë, e duke mbetur te komenti i tyre që ka më shumë peshë në shtëpinë e Big Brotherit është padyshim i opinionistëve, është për folur për Efi Dhedes, është për folur për Dalina Buzin që e mohoi, është për folur për Angel Shkirën, është për folur për shumë, për Valdrin Sahitin, është për folur për këtë, për atë, për vetëm për një emër nuk është për folur, e nga burime shumë të afta brenda klanit nga produksioni, që pohojnë që mund të jetë biznesmeni në një nga koltuqet e opinionistëve. Fjala është për Erold Belegun, i cili më së shumti është njohur për opinionin publik, për historinë e tij të dashurisë me nutricionisten Djola Dosti, që e ka një eksperiencë Big Brotheri, ajo ka pasur një rrugtim jo të lehtë, por një rrugtim shumë dinamik në shtëpinë e Big Brother Albania VIP 2 në bigun e Luizit, edhe mund t'i dhënë këshilla nëse do të jetë Eroli në këtë kultur ku do t'jap opinione për çdo situatë, për çdo dinamik, për çdo, le të themi, gjithçka që ndodh në atë shtëpi, do të ishte interesante, pasi në sytë e publikut nuk është një personazh i konsumuar, do të jetë ndryshe nga të tjerë, nga ato që kemi parë në 3 edicionet e shkruara të Big Brother Kosova. E nëse do të kemi, le të themi, rolin në një poltore, në tjetrën nuk dihet kush është, po mbahet shumë misterioze, siç më mbajnë edhe personazhet. Por ajo që është zbuluar është dhoma sekrete në shtëpinë e Big Brotherit, edhe padyshim në atë dhomë sekrete do të jetë Iqbale Huduti, një zonjë me mbulesë që provokon her pas here me pjesëmarrjet e saj televizive në emisionet më së shumti të Klan Kosovës, shumë liberale në mendime dhe në qasjet e saj, shumë provokuese, e pash që kishte bërë dhe vetulla, kjo do thotë që do të hyjë në shtëpinë e Big Brotherit e kuruar. Por nëse do të kemi atë personazh në këtë shtëpi, por nëse do të kemi Iqbale në dhomën sekrete, pra ku do të jetë të ndarë nga pjesa tjetër e banorëve, kjo do të thotë që ajo mund të jetë privilegjuar, pasi shpeshherë kemi parë përgjatë rrugtimit të Big Brotherit që ka pasur përplasje të forta përgjatë natës, në mesnatë, në dhomën e gjumit, aty ku ndodhin aleanca, debate, intriga e shumë gjëra të tjera, e kur një personazh do të qëndrojë në një dhomë të izoluar vetëm në atë qetësinë dhe në atë relaksin gati për ditën tjetër për tu zgjuar me energji, nuk besoj që do të jetë shumë e favorshme, dhe nuk besoj që pjesëtarët e tjerë të Big Brotherit, pra banorët, VIP-at që do të jenë pjesë, do ta pranojnë, por kjo mbetet vetëm për tu parë se përgjatë kësaj kohe thjesht kemi aluduar dhe kemi komentuar ato që përfliten nëpër korridoret e klanit, ku nuk kanë munguar këto detaje që kemi ndarë përgjatë kësaj kohe me ju. Ajo çka mbetet për tu parë është të hënën për të parë personazhet, por edhe opinionistët që besoj që do të dalin këto ditë deri të premten
produksioni ka nxjerrë edhe në të tre edicion se kush do t'jenë opinionistët, kjo edhe publiku që të mësohet përpara prajmit të parë, por ndoshta edhe vetë konkurrentët të dinë se kush do t'i komentoj ata në lojën e tyre. Do doja të ndija mendimin e tyre për këto detajet e reja shkallë në Big Brother, dhoma sekrete, personazhet, emri i biznesmenit Errol Belegu si opinionist, duke mos harruar t'i bëni dhe subscribe kanalit ton Kuajo në YouTube.